të blesh një apartament 2+1 në Tiranë me një rrogë 1200 euro në muaj, nëse sot po mendon të blesh një apartament me kredi, do t'jap shkurtimisht një version se si mund të operoni. Nëse në disa zona mesatare të Tiranës një apartament 2+1 do të kushtoj nga vlera 130 deri në vlerën 160.000 euro, në rastet e blerjeve me kredi, zakonisht do t'ju duhet 20% parapagim, që do të thotë për rreth vlerës 29.000 euro. Duke marrë në konsiderat që do të kemi dhe pagesat dhe shpenzimet e dokumentacioneve nga vlera 3 deri në 5.000 euro, totali që ju do t'ju duhet për pagesë sikës të parë është në vlerën 33.000 euro. Pjesa tjetër do të duhet të merret kredi, pra 116.000 euro, të cilat do të shlyhen për 25 vjet me një normë interesi 4 deri në 5%. Në vlerë mujore, kësti juaj do të jetë nga 650 deri në 750 euro në muaj. Realisht është e mundur që ju të merrni një apartament me kredi në vlerat që thash më lart, por zakonisht do t'ju duhen 2 të ardhurat në familje ose një planifikim i detajuar financiar në mënyrë që ju të mos vini në vështirësi për gjatë pjesës tjetër të shpenzimeve që mund të keni në familjen tuaj. Nëse do të dish se sa kredi mund të marrësh bazuar të ardhurave të tua, do të duhet të më shkruash kredi në koment dhe unë do të analizoj rastin tuaj për të treguar se cilat do të ishin kushtet më të mira. Më komento.